Selam aleikum, thot, a është e lejushme mi fry fëmis përmes fotos? Dhe më thonë, shumë shpesh në privat, në WhatsApp edhe në rrjetet tjera në vinë pyetje, hoxha çeç kë fotoja që ti fëmis tem është, kam këtu, kam atje, s'po më me pru, a mundesh me i fry përmes fotos? Nuk më me kuptu se ka marrin këtë bindje, këtë dije, kush u ka thonë, apo edhe pse jo si guxojnë me i qu fotot fëmijëve të vetë. Sa kam raste kur mashtruesit ose magjistarët, sepse kemi veç mashtrues, thjesht e ka biznes të mi mashtru njerëzit, kemi edhe magjistarë, që i kërkojnë foto njerëzve, ose për t'i marrë një pare, ose për t'i friksu, po edhe për t'i friksu. Që me i mbajt nën kontrol, me frikë se une kam foton tane. Ja kemi me qu kaq pare, ja ta baj këtë keqe. Mos pranën e me qu foto kërkuj. Mi fry fëmis me foto, është njëtë si me shku të doktori, unë tash për të pës ty që e ke bo këtë pytje. A ke ndodhë që e ke pas fëmin e hersmut edhe i ke thonë doktorit, doktor, a ka mësi të qoj foton, t'ja bësh djalit do analiza ose vajzës, ose të këqyrish se t'ja bësh një kontrol fëmis për mes fotos, pastaj mi shkruj dhe ilaçe edhe qami me WhatsApp. Jo, se ban këta. Atër qysh e ban edhe thjesht e mora një krasim që të prafërt, mos e bani një gjatë tjilë, mos u mashtrani, çdo njeri që u thot, qa ma foton se unë ti fry fëmis, qa me dhe që ka qpare, ose ta let lirë, sa dush mjep. Ndije që është vetëm thjesht të e shfrytzu problematikën tonë ose mërzin që e ke për fëmin, është të e shfrytzu më t'i marrë dhe pare. Ajo ka që lëpyr, sa t'ja qëtë t'investor një janë, ose në forma tjera, ose direkt ja qënë, ajo është të kështu veç thjesht ka mashtru 2 fjalë që ti ka qu për mes WhatsAppit, ka marrë një pare 5 euro, 10, 20, 100. Andaj mos i hani këto fore. Allah ju rujtë.